Sonte do t'ju telendis pak ju nënave, që po e ktheni telefonin në dado, në edukatore, në argëtim dhe në qetësues emocional të gjitha së bashku për ata fëmijët tuaj. Sepse ju në kafe të qeta, me shoqen, thashe theme, biseda lart e poshtë, telefonin në dorë për qefin tatë, edhe fëmia me telefonin tjetër në dorë për qefin e vet. Dhe të gjithë jemi rehat, sepse fëmia nuk qan, nuk uloret, nuk bërtet, nuk bën rrumuj, nuk lëviz shumë, edhe ti me shoqen tate, duke bërë dorën e mohabetit për kokër të qefit. E pi kafen e ngrohtë, mbaron bisedën deri në fund dhe për disa çaste gjithçka duket nën kontroll, sepse rehat ti, rehat edhe fëmia i vogël. Por në fakt dikush po humbet më shumë se sa duket. Dhe ai që po humbet është pjella jote, është fëmia yt. Dhe do ta shpjegoj se pse ndodh e gjithë kjo. Përshëndetje edhe një herë nga unë doktor Skedi Faria, themeluesi Kate Day Hospital. Tani dua vëmendjen tuaj maksimale sepse sot nuk po flasim thjesht për një telefon në dorën e një kalamoni. Po flasim për një transformim të madh shoqëror që po ndodh para syve tanë çdo ditë në mijëra shtëpi. Fëmijët po rriten në një botë ku ekrani nuk është vetëm një mjet. Ai është lodër, shoqëri, argëtim, shpërqendrim dhe në shumë raste edhe qetësues emocional. Për këtë arsye, pyetja nuk është vetëm sa orë kalon fëmia përpara ekranit, por shumë më e thellë. Çfarë po e zëvendëson ai në jetën e tij dhe çfarë po ndërton në vend të përvojave njerëzore. Pra si po krijon ai në moshën e tij të njom të ardhmen e vet. Për herë të parë kjo çështje nuk po diskutohet vetëm me intuit, opinion apo frikë prindërore. Sot kemi të dhëna reale të mbledhura të analizuara me kujdes për vite me radhë. Këto vijnë nga studimi ABCD, Adolescent Brain Cognitive Development, një nga projektet më të mëdha afatgjata në Shtetet e Bashkuara mbi zhvillimin e trurit dhe shëndetjen e fëmijëve. Jo se në Shtetet e Bashkuara fëmijët po zhvillohen në mënyrë futuristike, truri i tyre po kalën më keq se sa këtu në Shqipërinë tonë të varfër. Por të flasim për këtë studimin, i cili ka nisur në vitin 2016 dhe ndjek për të paktën 10 vite mijëra fëmijë nga mosha 9 deri në 10 vjeç deri në hyrje të moshës adulte. Në të janë përfshirë deri më tani 11.878 fëmijë në 21 qendra kërkimore, përmes intervistave, pyetësorëve, testeve njohëse dhe skanimeve të trurit me rezonancë magnetike. Pra nuk po flasim më për hamendësime, një dorë muhabeti apo thashe theme kafenesh, po flasim për teste reale mbi mënyrën se si po ndikohet truri i fëmijëve në epokën e ekranit, pikërisht truri i fëmijëve tuaj. Një nga çështjet që del më njëherë në pa në të dhënat e ABCD, ky studimi pra, është koha e shpenzuar para ekranit. Kur studiuesit vëzhguan përdorimin e pajisjeve digjitale jashtë shkollës, ku përfshihen filma, seriale, video në internet, lojra elektronike, mesazhe dhe rrjete sociale, pamja ishte shumë e qartë. Koha rritet ndjeshëm me moshën. Tek fëmijët 9 deri në 10 vjeç mesatarja ishte rreth 4 orë në ditë. Tek grup mosha 11-12 vjeç kjo shkon në rreth 5 orë apo 6 orë në ditë. Ndërsa tek 12-13 vjeçarët, sidomos në periudhën kur u mblodhën të dhënat gjatë pandemisë, mesatarja arrin në 7 orë e 42 minuta në ditë. Po, gati 8 orë në ditë fëmijët, sidomos gjatë periudhës së pandemisë, qëndronin përpara ekranit të një iPadi, celulari, kompjuteri, televizori e tjera me radhë. Kjo do të thotë se për shumë fëmijë ekrani nuk është një detaj i vogël i ditës, ai është një pjesë dominuese e saj. Në praktik, kjo nënkupton se një pjesë e madhe e kohës kur dikur kishte lojë, lëvizje, bisedë, lexim, argëtim, kontakt me familjen, me shoqërinë, tani është zëvendësuar nga stimulimi i vazhdueshëm digjital. Por studimi nuk kufizohet vetëm në numrin e orëve. Ai na tregon edhe një gjë shumë të rëndësishme. Jo çdo kohë e kaluar para ekranit prodhon të njëjtin efekt. Një video shkurtër që servir trurit 10 stimuj në pak sekonda nuk është e njëjtë me një dokumentar. Një bisedë me gjyshe në video nuk është e njëjtë me një natë të tërë në scroll pafund. Pra që në fillim, ky studim na detyron të mendojmë më saktë. Problemi nuk është vetëm ekrani si objekt, por lloji i përvojës që po i ofron trurit dhe çfarë po heq nga jeta reale e fëmijës, pra e pjellës tënde o nën. Këtu hyn edhe termi që shpesh qarkullon në gjuhën e përditshme dhe në rrjetet sociale, brain rot, ose ajo që njerëzit e përshkruajnë si lodhje mendore. Ulje të durimit, shpërqendrim të vazhdueshëm, humbje interesi për gjëra që nuk japin kënaqësi të menjëhershme, nevojë të pandërprerë për stimul të ri. Le ta nisim me anën e sjelljes.
Në të dhënat e ABCD, ky studimi pra edhe një herë, fëmijët që kalojnë më shumë se 2 orë në ditë përpara ekranit kishin prirje të shfaqin rezultate më të ulta në disa teste të menduarit dhe të gjuhës. Kjo nuk do të thotë se sapo fëmia kalon 2 orë para ekranit, truri dëmtohet. Nuk do të ishte saktë të shpreheshim kështu, por është një sinjal i fortë se kur koha rritet për te një kufiri, nis të shfaqet një model ku funksionet e caktuara njohëse nuk ecin njësoj. Dhe këtu logjika është shumë e thjeshtë. Nëse në një ditë ka më shumë ekran, zakonisht ka më pak nga diçka tjetër, ka më pak gjumë, më pak lexim, më pak lojë aktive, më pak biseda reale, më pak aktivitet fizik, më pak kontakt me botën që kërkon durim, koordinim, imagjinat dhe vetë rregullim. Pra më pak jetë reale dhe më tepër jetë digjitale falso. Pastaj vjen pjesat që të ndit më shumë publikun, sepse nuk është vetëm një sjellje e vërejtur, është imazhëri e trurit. Në skanimet e rezonancës magnetike të disa fëmijëve 9 deri në 10 vjeç me përdorim shumë të lartë të pajisjeve digjitale, në nivele që shkojnë mbi 7 orë në ditë, janë raportuar shenja të hollimit të parakohshëm të kores së trurit. Kores së trurit. Kjo tingëllon teknike, por në gjuhë të thjeshtë ka peshë të madhe. Korja e trurit është stresa jashtme e tij ku mbështeten shumë nga funksionet më të larta, si vëmendja, gjuha, kujtesa, organizimi i mendimit dhe rregullimi i sjelljes. Pra, kur diskutohen ndryshime në këtë zonë, nuk po flasim për një pjesë periferike të trurit. Bëhet fjalë për pjesën që ndihmon fëmijën të mësojë, të kuptojë botën përreth dhe të ndërtojë aftësi mendore gjithnjëhe më të ndërlikuara. Tani këto probleme nuk janë vetëm për fëmijët, por janë edhe për ju të rritur që rini më tepër se sa fëmijët përpara ekraneve. Por po e lëmë një anë atë korën e trurit tuaj, po vazhdoj me korën e trurit të fëmijëve që janë e ardhmja e njerëzimit. Një tjetër gjetje me rëndësi ka të bëjë me putamenin. Një zonë e trurit që lidhet jo vetëm me zakonet, por edhe me mënyrën se si ai zgjedh të përsërisë një veprim. Tek fëmijët me ekspozim shumë të lartë ndaj ekranit, në imazheri janë raportuar për masa më të vogla të kësaj zone. Kjo ka rëndësi sepse putameni merr pjesë në mekanizmat që mësojnë trurin të kthehet sërish në sjellje që japin stimulim të shpejtë, shpërblim të menjëhershëm ose mbajnë gjallë ndjesinë e pritjes për kënaqësi. Po ashtu, ky studim ka nxjerrë në pa edhe lidhje që përfshin korteksin frontal, sidomos pjesët e përparme të trurit. Kjo zonë lidhet më drejt për drejt me funksione ekzekutive si vetkontrolli, planifikimi, përqendrimi, frenimi i impulseve dhe aftësia për të qëndruar në një detyrë deri në fund. Pikërisht këtu lindin edhe disa nga vështirësitë që shumë prindër vorrejnë në praktikë. Padurim më i madh, shpërqendrim më i shpejt, nevojë për stimul të vazhdueshëm dhe bezdi ndaj aktiviteteve që kërkojnë kohë, durim dhe përpjekje. Përveç kohës së gjatë para ekranit, një problem edhe më i rëndë është vetë lloji i përmbajtjes që fëmijët ndeshin çdo ditë në rrjetet sociale. Ata ushqejnë vazhdimisht me fytyra të filtruara, jetë false që duken perfekte, sjellje vulgare, gjuhë agresive, tallje publike, konflikte të egzageruara dhe modele suksesi që lidhen vetëm me famën, provokimin dhe vëmendjen e menjëhershme. Dhe kjo përmbajtje nuk i edukon, por i shtyn drejt një bote artificiale ku sa më ekstrem të jesh, aq më shumë vlerë duket se ke. E dal nga dal fëmia fillon të humbas sensin e normales, të respektit, të masës së kufirit dhe asaj që është e shëndetshme dhe asaj që është e dëmshme për të dhe botën që e rrethon. Më e rënda është se kjo përmbajtje jo thjesht nuk i argëton, por mund t'i degradojë në mënyrë të heshtur në formimin e tyre psikologjik dhe emocional. Truri i fëmijëve, që është ende i pambrojtur edhe në zhvillim, mësohet me kaos, me stimul të tepruar, me reagim të menjëhershëm dhe me një realitet të shtrembruar. Si pasojë, dobësohet durimi, varfërohet përqendrimi, ulet toleranca ndaj frustrimit dhe zbehet aftësia për të ndërtuar mendim të thellë, qetësi të brendshme dhe marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët. Shumë prej jush i kanë vënë re tashmë këtë ndryshim. Pikërisht për këtë arsye, në një video tjetër do të trajtoj më gjerësisht se si rrjetet sociale ndikojnë në trurin e fëmijëve dhe në zhvillimin e tyre. Në Kinë, për shembull, janë vendosur disa nga rregullat më të rrepta në botë për përdorimin e teknologjisë nga fëmijët. Në shkolla, nxënësit nuk lejojnë të sjellin telefon në klasë pa një leje të shkruar nga prindërit dhe kur kjo ndodh, telefoni dorëzohet tek administrata e shkollës gjatë orarit mësimor. Përveç kësaj, për të kufizuar varësinë nga lojrat online, të miturit nën 18 vjeç lejohen të luajnë vetëm 1 orë në ditët e fundjavës dhe të festave, në një interval të caktuar mbrëmjeje. Kompanitë teknologjike janë gjithashtu të detyruara të krijojnë një regjim të përdorimit për të miturit që kufizon kohën e ekranit, filtrin e përmbajtjes dhe madje bllokon internetin gjatë natës. Por ajo që është edhe më interesante është se Kina nuk është fokusuar vetëm te kufizimi i telefonave, por edhe tek zëvendësimi i ekranit me aktivitete reale. Në shumë shkolla është promovuar parimi i të paktën 1 orë aktivitet fizik çdo ditë.
shpesh i shoqëruar me ushtrime në grup, veprime të koordinuara, lojra tradicionale dhe aktivitete sportive. Një element tjetër që po theksohet shumë është ajo që quhet edukimi përmes punës me duar, ku fëmijët mësojnë aftësi praktike si kopshtari, punime artizanale, projekte manuale dhe aktivitete që zhvillojnë koordinimin dhe kreativitetin pa ndërmjetësimin e ekranit. Ideja është e qartë. Në vend që fëmijët të rriten të lidhur vazhdimisht me një ekran, ata të mësojnë të përdorin trupin, mendjen dhe bashkëpunimin real me të tjerët. Po e marrim këtu si shembull Kinën, jo se është shtet diktatorial, por sa gjëri ka bërë aq bukur shumë herë më mirë se sa ne, demokratikët. Përdorimi i tepërt i ekranit po lë gjurmë gjithmonë e më të dukshme në sjelljen reale të fëmijëve, si në klas ashtu edhe në shtëpi. Këtu në botën perëndimore. Në shkollë, disa fëmijë nuk arrin më të durojnë as disa minuta shpjegim pa humbur vëmendjen. Ata ndërhyjnë vazhdimisht, mërziten menjëherë dhe nuk presin radhën për të folur. Ka raste kur nxënësit ndërpresin mësuesin në mes të shpjegimit, kërkojnë vazhdimisht të shkojnë në tualetë vetëm për të parë telefonin ose nxjerrin fshehura si paisin gjatë orës së mësimit. Disa reagojnë me ironi, me talli ndaj shokëve ose me komente fyese, bullizuese që e kthejnë klasën në një ambient të vështirë për përqendrim. Ka edhe situata kur sapo u kërkohet të vendosin telefonin minjan, reagojnë me nervozizëm, kundërshtojnë hapur mësuesin ose refuzojnë të marrin pjesë në aktivitetin e klasës. Dhe këtë gjë ju prindër dhe mësues e dini mjaft mirë, më mirë se sa unë, që i kanë fëmijët e rritur. Në shtëpi, kjo tablo shpesh bëhet edhe më ashpër. Ka fëmijë që irritohen menjëherë kur merret telefoni, që përgjigjen keq, ngrenë zërin, hedhin sende, qajnë me intensitet të lartë ose bëjnë agresiv vetëm sepse u ndërpritet një stimul ndaj të cilit truri ka krijuar tashmë varësi. Ka fëmijë që nuk din më të rrinë të qetë pa ekran, nuk din të luajnë vetëm, nuk din të përballojnë as 5 minuta mërzi pa kërkuar menjëherë telefonin. Biseda me prindin u duket e lodhshme, tavolina e ngrënies u duket e zbrazët pa ekran, ndërsa çdo kufi i vendosur nga prindi përjetohet si luftë. Këtu nuk kemi më thjesht një zakon të keq teknologjik, por një ndryshim të vërtet në mënyrën si po formohet durimi, vetkontrolli, respekti dhe lidhja emocionale e fëmijës me botën reale. Problemi është se truri i një fëmije apo adoleshenti nuk është tru i maturuar plotësisht. Jo se ne të rriturit të pjekurit shpëtojmë nga ky hall, sepse edhe ne jemi bërë më keq se sa fëmijët, duke bërë scroll gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë dhe duke harruar ata fëmijët tanë, apo punën dhe impenjimet e tjera. Truri tek fëmijët dhe adoleshentët është në ndërtim. Kjo do të thotë se ajo që përsëritet shpesh bëhet trajnim. Një nga gabimet më të zakonshme që bëjnë të rriturit mbetet ky. Mendojnë se zgjidhja është thjesht t'ja heqim telefonin fëmijës nga dora. Në të vërtetë, studimi i bërë të shtyn ta shtrosh ndryshe pyetjen, jo vetëm çfarë duhet reduktuar, por edhe çfarë duhet ndërtuar në vend të saj. Sepse nëse heq ekranin, por nuk ndërton asnjë gjë tjetër, vakumi mbushet sërish me atë që jep stimulin më të lehtë dhe më të shpejtë. Fëmia ka nevojë për një jetë që i jep trurit dhe mendjes arsye për të mos u kthyer te varësia nga nxitja e menjëhershme. Ka nevojë për sport, për lexim, për muzikë, për miqësi reale, për lojë të lirë, për përgjegjësi të vogla, për ritëm të qëndrueshëm të gjumit, për mërzi të shëndetshme, sepse edhe kjo e fundit është hapësirë ku lind imagjinata. Një nga pjesët më të rëndësishme të mesazhit që del nga studimi i ABCD është pikërisht kjo. Ekrani nuk është vetëm një stimul. Ai është zëvendësim dhe çdo zëvendësim ka një çmim. Nëse zëvendëson gjumin, çmimi paguhet me lodhje mendore, irritim dhe vështirësi përqendrimi. Nëse zëvendëson aktivitetin fizik, çmimi paguhet me trup më pasiv dhe me më pak shkarkim natyral të energjisë. Nëse zëvendëson ndërveprim real, çmimi paguhet me varfërim të disa aftësive sociale. Dhe nëse zëvendëson leximin apo lojën krijuese, çmimi paguhet me më pak ushtrim për vëmendjen e thellë dhe për imagjinatën. ABCD sjell edhe një element tjetër shumë konkret. Tek fëmijët me përdorim më të madh të pajisjeve digjitale, shfaqen probleme të konsiderueshme gjumi, me nota më të ulta në shkollë dhe me ndryshime në dinamikat sociale. Për më tepër, përdorimi përtej 2 orëve në ditë është i lidhur edhe me rritje të lehtë të rrezikut për disa vështirësi të shëndetit mendor, përfshirë sindroma depresive dhe sjellje vetlënduese. Kjo është arsyeja pse në diskutimet mbi fëmijët dhe ekranin, mbrojtja e gjumit del gjithmonë si një nga shtyllat kryesore. Një tjetër arsye pse kjo temë është kaq delikate ka të bëjë me faktin se truri i adoleshentit mbetet në zhvillim për vite me radhë. Korja ballore, pjesa që lidhet me kontrollin e impulseve, gjykimin dhe vendimmarrjen, vazhdon të maturohet gjatë adoleshencës dhe afërsisht deri rreth moshës 25 vjeç. Këtu vjen pikërisht edhe lajmi i mirë. Truri i fëmijës përshtatet, riorganizohet dhe ka aftësi reale rekuperimi, sidomos kur ndryshon mjedisi, kur ulet stimulimi i tepruar, kur rikthehet gjumi, kur fëmia futet në një ritëm më të shëndetshëm me lëvizje, marrëdhënie reale dhe sfida që kërkojnë përmendje të thellë, mendja fillon gradualisht të ngjejë ekuilibër më të mirë.
Në fund të fundit, kur një prind pyet a është problem që fëmia im ka lënë shumë orë në telefon, pyetja e saktë nuk është vetëm sa orë janë shumë, pyetja e saktë është apo fle mirë, apo lëviz sa duhet, apo lexon, apo shoqërohet me njerëz, apo përqendrohet, a mërzitet me njëherë pa patur kontakt me ekranin, a ka humbur interesin për gjëra që dikur e angazhonin, sepse aty ku ekrani bëhet qendër, këto fusha zakonisht fillojnë të japin shenjat e para. Nëse do ta përmblidhja me një fjali të vetme, por plotësisht të kuptueshme, është kjo: koha para ekranit prek ndjeshëm ritmin e gjumit, cilësinë e përqendrimit, ekuilibrin emocional dhe mënyrën si po formohet truri gjatë rritjes. Mesazhi im si mjek është i drejtë për drejtë. Mos e ktheni këtë temë as në frikë, as në normalizim të verbër. Mbajini në vëzhgim, sepse ekrani nuk është vetëm ekran, ai është kohë, dhe koha në moshën e zhvillimit është vetë ndërtimi i trurit, i sjelljes dhe i të ardhmes së fëmijës tuaj. Faleminderit për dëgjimin. Nëse përmbajtja e kësaj video ju ka shërbyer, mund ta ndani dhe me të tjerët, ta pëlqeni, të komentoni dhe të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për të ndjekur edhe diskutime të tjera mbi tema të rëndësishme lidhur me shëndetin, mjekësinë dhe kirurgjinë estetike. Faleminderit që jeni audiencia Jon Besnike.